Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në Facebook na ka prezantuar atë që do të jetë luku i ri i aeroportit Nën Tereza, i cili po i nënshtrohet një rikualifikimi, zgjerimi dhe investimi serioz për ta kthyer në një aeroport të denj për të mirëpritur mbi 15 milion pasagjerë në një vit kalendarik. E gjeni dot çfarë është? Veshja e re spektakolare e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, e cila do ta mbështjellë të tërin si shëmbëltyrën të rejse të Shqipërisë, Europës së Ballkanit, shkruan Rama për Brifotos, që tregon perden e re të aeroportit të Rinasit. Më tej kryeministri bën me dije se fal këtij investimi do të kemi një shesh të madhe të bukur këmbësorësh në hyrje daljen e aeroportit, së bashku me një parkim të ri nën toksor për mbi 1000 automjete, do të jenë së shpejti në dispozicion të udhëtarëve e turistëve, të cilët e kanë bërë aeroportin ton kampionin e rajonit, me rritjen më të lartë mes aeroporteve të Europës në vitet pas pandemie, nënvizon kryeministri. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës është kthyer tashmë në një qendër të rëndësishme të fluturimeve në rajon. Fluksi i lartë i pasagjerëve ka ndikuar në ngjitjen e vazhdueshme të aeroportit ndërkombëtar të Rinasit mbi konkurrencën rajonale. Të dhënat më të fundit për trafikun e pasagjerëve në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës për 3 mujorin e parë të vitit 2025 tregojnë një rritje të qëndrueshme me 9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mbi 2 milion pasagjerë janë regjistruar në aeroport nga janari deri në muajin mars. Një nga faktorët kryesorë që ndikon në këtë rritje të aeroportit Nën Tereza është kompania Wizz Air. Kompania po zgjerohet me ritme të shpejta në rajon dhe në Tiranë, përforcon kapacitetet e saj këtë verë me një flotë re avionësh. Shqipëria ka qenë një treg shumë i suksesshëm për Wizz Air, kemi investuar shumë në këtë vend dhe mendoj se na e ka shpërblyer shumë mirë. Ne jemi kompania ajrore lider në Shqipëri me mbi 50% të tregut, që do të thotë se 1 në 2 persona që udhëtojnë drejt edhe nga Shqipëria fluturojnë me Wizz Air. Këtë verë do të vijë edhe një avion i ri, pra avioni 13 do të mbërri pas disa muajsh në bazën e Tiranës. Kjo tashmë është kthyer në rutinë për ne, po investojmë në mënyrë të vazhdueshme, po sjellim avion të rinj, destinacione të reja dhe po krijojmë mundësi të reja pune për njerëzit që duan të bashkohen ekipit të Wizz Air. Për 3 mujorin e parë të 2025-s, udhëtuan përmes Rinasit 134.000 pasagjerë nga këto vende, një rritje rreth 12% krahasuar me një vit më parë në të njëjtën periudhë.